Zhvillohet tani mbledhja e zgjeruar e grupit parlamentar të Partisë Socialiste dhe të qeverisë, do të ndjekim kryeministrin Rama. Sot dua t'ju flas për çfarë pam dhe çfarë dëgjuam gjatë muajit qershor. Kur bulevardi u mbush ka njerëz nga të gjitha rrugët e jetës, kategoritë shoqërore, moshat, dhe kur një shpend i rrallë, i bukur dhe i brisht, u bë simboli i vëmendjes më të madhe globale që Shqipëria ka përjetuar ndonjëherë, brenda vetëm një muaji. Përveç videos që sapo pat, tek e cila do të kthehem më tutje, kam sjellë sot me vete edhe dy dokumente. Janë dy dokumente që mishërojnë reflektimin tim përpara pasqyrës së bulevardit të Flamingove. Dhe janë të hapura për t'u lexuar, për të analizuar, ndryshuar, në mënyrë që ta përmbushin sa më mirë qëllimin e tyre. Ky i pari është një dokument strategjik për kthesën që duhet të garantojë mandati i katërt në procesin qeverisës. I dyti është një aneks për mënyrën se si Partia Socialiste duhet ta mbështesë kthesën e mandatit të katërt. Po e nis me një episod që edhe mund ta keni dëgjuar. Qëlloi pikërisht në një nga ditët e qershorit, që një kryetar bashkie, shok i yni, njeri që i rrin kokë punës, edhe komunitetit, më erdhi shumë i acaruar me një grup qytetarësh, që i kishin dalë në protestë për një problem në lagjen e tyre diku në një periferi të asaj bashkie. I kam gjetur në llumë, tha, nuk kishin rrugë, nuk kishin trotuare. Për ndriçim s'bëhet fjalë. Vetëm gropa, ferra, plera, i bëra me rrugë, tha, me trotuar, me drita, me pemë, u bëra kopësht, u vura dhe stola, po janë mos mirënjohës. Ai shok dhe koleg të dashur miq, jemi ne të gjithë. Sepse secili prej nesh e ka menduar qoftë dhe një herë atë fjalë të keqe kur i ka ardhur shpirtit majthundës në marrëdhëniet e punës me popullin. Qoftë me dikë, qoftë me diçka, shpesh me disa. Ka menduar që janë mosmirënjohës. Pikërisht kjo fjalë është piknisja e perspektivës së re që na duhet. Sepse pikërisht në përmbajtjen e saj gjendet kuptimi më i gabuar i fazës re ku ka hyrë Shqipëria. Prandaj dua që t'ua them unë që në fillim, duke shfrytzuar këtë rast drejt në sy atyre që protestuan ndaj kryetarit bashkisë. Atyre që dolën në bulevard gjatë qershorit dhe atyre që kanë protestuar në heshtje apo me zë, vetëm apo me tjerë, kudo nëpër Shqipëri apo jashtë Shqipërisë, jo vetëm gjatë qershorit, po qysh pas zgjedhjeve të qershorit kaluar.
Ju nuk jeni mosmirnjohës, ju jeni matësiri i standardeve tona. Ju atje në periferinë e një bashkie nuk protestuat kundër atyre që krye bashkiaku ishte bërë për ju, as kundër atij vetë. Ju që mbushët bulevardin dhe rrjetet sociale me protestën tuaj, nuk protestuat kundër Shqipërisë që ne ndërtuam gjatë 3 mandateve të para, dhe këtu po ndaj pak posaçërisht ata, jo të pakt që ishin votues, mbështetës, apo dhe antarët Partisë Socialiste. Po dhe ata që gjatë ditës ishin punë në shtetit, dhe mbrëmje shkonin protestë. Ata nuk dolën në bulevardin e Flamingove për të mohuar transformimin e Shqipërisë, për të sulmuar qeverinë, apo për t'ju bashkuar këngës Rama jepe dorëheqjen. Ata që votuan për ne në qershorin e shkuar, dolën dhe u bashkuan me tjerët, edhe kur protesta drejtohej kundër meje, sepse forca e saj përgjithëse ishte më imponuese mbi ta se sa figura ime. Ata të administratës ku plot mund mos kenë votuar për ne, dolën dhe ata me tjerët sepse Shqipëria e re që ne kemi ndërtuar nuk jeton me hijen e zvjetrës, kur njerëzit flakeshin nga puna e shtetit, me farë dhe me fis, pse shkonin në një takim tonin në opozit, se shkonin protest kundër qeverisë, as që nuk bëj fjalë. Të gjithë bashkë ata qytetarë u mblodhen aq të shumt aty, kur sorrat dhe korbat nuk e kishin nxjerr ende kokën, sepse i çoi një nevojë e thellë. Një nevojë e brendshme për të përcjell një mesazh më të fortë se sa përkatësia e tyre ndaj një partie apo se sa ngjyra e qeverisë për të cilën ata mund të kenë votuar. Shija kontaminuese e lirisë së asaj proteste dhe nevoja për të bashkuar me atë rrjedhë të pazakonshme njerëzish për Tiranën, duke dalë nga rrugicat e rutinës përditshme dhe duke ushqyer celularët me energji të rrallë, instagramike, një energji e mahnitshme, besoj, ishin më të fuqishme se sa i gjithë arsenali ynë i fakteve kundër gënjeshtrave, shpifjeve dhe akuzave lidhur me projektin e Zvërnecit. Prandaj mësimi i parë që duhet ndaj me ju është faktet tona nuk mjaftojnë më. Sepse në Shqipërinë që ne transformuam rrënjësisht, njerëzit nuk jetojnë më as me kënaqësinë e ndryshimeve që ndodhin, as me inkurajimin nga gjërat që ndërtohen. Siç ndodhte deri dje. Kur prisin me besim që pas rrugës, shkollës, lulishtes, që u ndërtuan lagjen tjetër, t'i vinte radha rrugës, shkollës, lulishtes, lagjes tyre. Ata sot jetojnë me pritshmëri që rriten më shpejt se sa mundësitë tona për t'u përgjigjur. Dhe në një Shqipëri që zhvillohet me ritme të reja, ata e përjetojnë zhvillimin si një tension, mes asaj që shohin dhe dëgjojnë dhe asaj që kanë. Herë si burim pikpyetjesh për çfarë po bëhet me vendin dhe shpesh herë si ndjenjë pasigurie për pjesën e tyre në një ekonomi që rritet shpejt, por bashkë me koston e jetesës tyre. Me fjalë tjera,
shokë dhe shoqe, nuk mjafton më ta qeverisim të tashmen me investime, arritje, integrime, duke treguar çfarë bëm deri këtu, po duhet qeverisim në harmoni me përvojën e përditshme të qytetarit sot. Sepse zemrat dhe mendjet e shqiptarëve nuk janë më aty ku ishin deri dje.